Miqtë të Top News, ju përshëndes, unë jam Gjoj Malësia dhe ky është programi Breaking, do t'jemi edhe sot për rreth 3 orë live me ngjarjet më kryesore. Në pjesën e parë do të flasim se i takon zhvillimeve politike, është bashkuar me ne në studio Ervin Saliani nga Partia Demokratike. Saliani, shumë faleminderit, kënaqësi të bisedojmë. Faleminderit, pas një viti shoh që ndryshime pozitive ndjej në ajër këtu dy. Pas një viti jam. Faleminderit. Kështu që faleminderit edhe ju. Saliani, unë po nis diskutimin nga debati i madh që është hapur dhe me dekretimin e zgjedhjeve në 6 bashki. Tirana ka specifikën më të ndryshme, ka akuzat të rënda në drejtim të presidentit Begaj për shkelje të kushtetutës, ka një përpjekje nga opozita për daljen me një kandidat konsensual me ngarkesë të ulët politike. Çfarë të bën përshtypje? Fillimisht sa i takon dekretit të Begajt, mendon se ka qenë shkelje të kushtetutës? Shkëspari, unë mendoj që Shqipëria ka një njeri, një autokrat i cili kontrollon që të gjithë institucionet, dhe në këtë kuptim vullneti një individi prevalon ndaj të gjithë, po themi, strukturës konstitucionale, kushtetuese dhe ligjore që ka Shqipëria. Po ta nisim në gjenezë, po themi, këtë diskutim, në momentin që Edi Rama vendos që ta arrestoj Erion Veliajin, ka pasur kërkesë nga grupi i këshilltarëve të Partisë Demokratike për, po themi, shkarkimin e tij për shkak të shkeljeve të rënda ligjore dhe mos paraqitjes. Nuk e merr parasysh, injorohet, dhe në një moment caktuar kur i duhet të parti, pra tipikisht parti shtet ku udhëheq vetëm një person. Tek mbledhja e partisë, Edi Rama tha që do shkarkohet Erion Veliaj, do kandidoj kjo zonja tjetër dhe do bëjnë gjithë ndryshimet e veta si donte ai për makiazhin e vet, po themi, politika apo për lëvizjet e veta të brendshme. Në këtë kuptim ka rënë gjithë elementi tjetër i diskutimeve për ligj, për procedura, për teknikalitete. Thelbi është ky, ka zgjedhje, Partia Demokratike duhet përballet zgjedhjet dhe të fitojë zgjedhjet. Nuk është një procedurë, po themi, në këndvështrimin tim, nga fillimi i daljes Edi Ramës në çaj quhen ata në asamblenë e vet, edhe deri ditën e sotme nuk është një procedurë kushtetuese, por jemi në kushtet e një autokracie dhe ne duhet përballemi kështu siç është. Të flasësh, po themi, për element ligjor dhe të mbrojtjes së ligjeve në këtë vend, duket sikur je jashtë kohë dhe jashtë vendi. Vetmja gjë që duhet bërë është të përballemi dhe të arrijmë të fitojmë duke tejkaluar të gjithë këto problematika që janë. Pra, problemi është Edi Rama, të gjithë tjerët janë të ysh të merresh me diskutime kot. Sepse edhe ky diskutimi, po themi edhe ligjërisht përveç se politikisht, siç po e shpjegoja, nëse ka një regjistrim të kërkesës, siç ka nga Erion Veliaj në gjykatë kushtetuese për të ankimuar vendimarrjen e Këshillit Bashkiak, atëherë nuk duhet ta shpall vakancën Këshilli i Ministrave. Nuk mund të ketë vakancë kur kushtetuta thot qartë që pezullohet në momentin e depozitimit të kërkesës, pezullohet deri në shqyrtimin e plotë të çështjes në themel nga gjykata kushtetuese. Kështu që në këtë kuptim është prapë këtu është një njerëz që është problematik, që është Edi Rama dhe të gjithë diskutimet e tjera janë prapa skena, po të shkojnë në zgjedhje. Këtu nuk ka një shkelje, këtu ka Partia Demokratike ka detyrim që të jetë zgjedhje dhe të fitojë zgjedhjet, të jetë e gatshme në çdo moment për zgjedhje. Dhe Partia Demokratike ka kërkuar prej një viti zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës. Ne kemi kërkuar për shkak të situatës që ka ndodhur në Bashkinë e Tiranës, të ketë zgjedhje dhe pa diskutim, nuk është se kam qenë, po themi, në liri në atë periudhë, po Partia Demokratike duhet t'i ketë bërë dhe i ka bërë, besoj unë, të gjithë përgatitet për të qenë e gatshme, që një vit përpara për të përgatitur në zgjedhje kurdo që ato të ishin. Nga ana ligjore edhe kushtetuese kemi shkelje, nga ana tjetër që është dhe Partia Demokratike ka detyrim si opozitë që t'i denoncojë, në një këndvështrim tjetër pasaj është i përballjes në zgjedhje, ashtu siç nëse mund të quhen zgjedhje, ashtu siç janë, Partia Demokratike duhet bëjë gjithçka që të marrë pjesë dhe të fitojë zgjedhjet. Partitë politike për këtë punë ekzistojnë, që të hyjnë ngarat, fitojnë ngarat, të implementojnë ekipin e vet, programin e vet, idetë e veta, qëndrimet e veta e kështu me radhë. Saliani, je politikan që nuk e fsheh vlerësimin për nuancën tënde politike, pra për PD-n. Ideja një kandidati me, po themi, gradacion të ulët politik, u përmend zoti Hasimja, mund të jetë një kandidaturë e mirë, Edlira Çepani është lënë e hapur që të ketë dhe emra të tjerë për të diskutuar, por
frontrunner, si të thuash, është Asimja deri në këtë moment, paktën në sa po kuptohet? Shiko, në këndvështrimin tim edhe në qëndrimin tim edhe të bërë publik për këtë rast, unë mendoj që garat politike të forta, si që është Bashkia e Tiranës, për më tepër kur kanë kandidat të profilit të lartë politik, të paktën në këndvështrimin e strukturës, që ajo është drejtuese politike për Tiranën, kandidat e Partisë Socialiste, duhet të kishin në këndvështrimin tim kandidat me profil të lartë politik. Kontekstin në cilin ndodhet sot, po themi, shoqëria, po edhe po e quaj kushtëzimet që janë nga partitë e tjera të koalicionit, bëjnë që të ketë profile kandidatësh të cilët janë për te partive politike, apo që kanë edhe, po themi, ideologjikisht janë afër Partisë Demokratike apo të djatës, por që nuk janë të përfshirë. E merr pozitivisht baza, që të tre emrat e propozuar, në këndvështrimin tim i bëjnë nder jo vetëm opozitës për t'i kandiduar, por edhe qytetit Tiranës si tre profile të cilët edhe në kontrast me kundërshtarin, janë profile të rritur profesionalisht në po themi profesionet e tyre. Ermal Asimja ka thuajse 20 vjet në jetën publike me qëndrime po themi të një ideologjie të caktuar, por edhe me integritet profesional, ka arrit jetë i suksesshëm në profesionin e tij si politolog, po pa diskutim pastaj edhe si kontributor në arsim. Një njëjtë gjë për Florian Haçkajn, i cili është një profesionist i jashtëzakonshëm, njëri që ka ecur edhe ka ka shkëlqyer në diasporë, kanë krijuar një grupim profesionistësh të nivelit të lartë me diasporën për Shqipërinë e lirë, duke i keni parë disa aksione në atë periudhë për të shtyrë dhe për të miratuar parlamenti, po themi, votën e diasporës. E dira po ashtu është kandidaturë e profilit lartë aktiviste në shoqëri civile, mbrojtje të drejtave të njerëzit, të grave, pa diskutim që një avantazh me një prej djemve do të quaj kështu më të mirë që ka pas Partia Demokratike, që ka qenë Gert Bogdani, kështu që në këtë kuptim kandidaturat janë të diskutuara, por nuk janë vetëm këta, po me qenë se janë bërë publikun, po ja po themi një mendim tim për të tre, janë kandidaturat të shkëlqyera që do t'i bënin nder Partisë Demokratike dhe qytetit të Tiranës. Po shiko, pa diskutim që kur ka negociate dhe nuk ka një vendimare përfundimtare dhe janë një sër, po themi, aktorësh, pra janë disa parti politike apo dhe disa struktura të tjera që nuk janë politike, por që kanë ndikim në vendimarrjet e zgjedhjeve të Tiranës, të cilët duhet merret mendimi, kështu që nuk dua të ndikoj. Prandaj thash për të tre, me qenë se e tha të tre një këndvështrim timin, ashtu siç e thash edhe qëndrimin tim